Miqdashur, sot ka ndodhur një vaki interesant. Sot presidenti Osmani, në mënyrën ma precize të mundshme, ma profesionale të mundshme, ma dinjitetshme të mundshme, I ka demasku do llafazana, do skuthat politikës, të cilët kanë jave muj që vajtojnë e kukasin, na ka blokuaj, na ka bloku kë, s'po na lëshon ai parët, s'po na lëshon kë. Dhe sot presidentja na tregoi gjithëve që këta kanë pas mundësin, jo njëherë, disa herë, ta votojnë bugjetin e Prishtinës, ta ndajnë ato nga bugjeti I vitit arshëm, dhe sidomos ta ndajnë ato nga qeveria e re, votimi I qeverisë. Do thot krejt argumenti tyne ka qenë fars, ka qenë spektakel qesharak, izbet. Qesharak si qenë dhe këta vetë. Dhe kështu qesharak duhet me I lonë me 28 dhjetor, kur dalim me votu, bashkë me juve. Këtyne duhet t'ja u caktojmë një vend dikun një ullë se larg, sa ma larg, krejt në fund salës. E nga atje, këta me na këshyr neve që e kemi seriozisht Kosovën, që e kemi dëshmu që e mbrojmë Kosovën dhe e kemi plan me mbrojt, që e kemi dëshmu që e ndërtojmë e konsolidojmë demokracinë dhe e kemi plan me vazhdu. Këtyne duhet me ja u kallzu vendin me 28 dhjetor. Se llafazania e skuthizmi, pasha juve nuk na duhet.